Ende pa përfunduar minuta e parë e takimit Veleçiku-Tirana B ka qenë futbollisti Arsen Banusha, i cili ka dhënë sinjalin e lojës sulmuese për ekipin vendas, duke shënuar golin e parë të kësaj ndeshje, por i gjitha i volum loje gjatë tërë pjesës së parë. Jo vetëm që nuk ka dhënë tjetër rezultat, çka ka bërë që 45 minutat e pjesës së parë të mbyllen me rezultatin e minutës së parë 1-0. Pjesa e dytë e këtij takimi sërish ka sjellë raste të pastra për shënim dhe sërish para portës sulmuese konfuz Veleçikut. Gjithsesi, në minutën e 51 të takimit, Banusha i frenohet nga mbrojtja mike në mënyrë të parregullt dhe gjyqtari i takimit akordon 11 metrash. Ky i humbur lehtësisht nga sulmuesi kryesor i Veleçikut Denis Çokaj, pasi topi i tij është shpritur nga portieri mik, i cili ishte padyshim edhe lojtari më i mirë në fushën e lojës. Gjithsesi, do të vinte minuta 63 e takimit dhe Denis Çokaj korrigjon gabimin e bërë me penalltin, duke shënuar një gol mjaft të bukur, duke e çuar Veleçikun në kuotën e 2 golave. Por ndërsa pritej që djemtë e Veleçikut të shënonin përsëri një aksion modeli Tiranës B dhe pas 1 minuti, miq shkurtojnë diferencën në 2-1 për Veleçikun. Sërish kundër përgjigjet skuadra koplikase, por pa rezultat deri në minutën e 81, ku mbrojtësi Lami shënon golin e 3 të garancisë së fitores. Pas 90 minutave të këtij takimi, dy teknikët, Krenar Ali Mehmeti për Tiranën B dhe Besnik Duli për Veleçikun, janë përgjigjur interesit të mediave. Por mos harroni se kishin përballë një Tiranë e cila nuk ishte do si do, pavarësisht pikëve që kanë tabelën e klasifikimit, u kundërpërgjigj drejtësisht, luajtën me mendim, por ne ishim më superior nga përgatitja fizike dhe nga elementet veçantë ku spikasin krahët në veçanti, por përsëri ekipi jo nuk arrin të konkretizojë gjithë ato raste, mori rastesh dhe vetëm për vetëm me portier, dhe këtu është themra e akilit të ekipit ton. Sot jam për të dëshiru, pash një ekip kundërshtar Veleçiku me shumë dëshirë, shpirt gare, cilën them që ndeshjen e meritoi dhe i uroj suksese.